Tani këtu vazhdojmë. Ja. Shiftet e kriminalit. Të vajzën kriminale elektorale, komisionere në detyrë. Shikoni çfarë bën. Një nga një shkon dhe voton me zgjedhësit. Urdhë. Pra voton komisionerja, kontrollon çdo vot. Edhe ky komisioner kontrolloi pat. Doli kontrolloi, pra votojnë komisionerët. Urdhoni. Vazhdo, kontrollin. Voton për te. Tani futë vetë në një tjetër të. Tani komisionerit. Bashkë. Dy fletë. Ka qenë mirë. Pra, këto ishin vetëm disa momente nga aktet kriminale të votimit në datën 11 maj, kur këto zgjedhje nuk përligjen dhe jam i bindur se shqiptarët do t'i japin Edi Ramës si armiku më i egër i lirive të tyre atë që meriton sa më shpejt.